Kryeministri Edi Rama zhvilloi mbledhjen e përjavshme të grupit parlamentar socialist. Në takimin që zgjati rreth 1 orë në kryesinë e kuvendit, kreu i qeverisë u la njësër porosish deputetëve. Fokusi ishte tek takimet në bazë, por edhe me qytetarët, ndërsa vetë Rama bëri me dije se do të zhvillojë takime me simpatizantët e PS dhe qytetarët në çdo qytet të vendit për të njohur me problemet që kërkojnë zgjidhje konkrete. Burime nga Partia Socialiste bëjnë me dije se ligjvënësit e majt kanë raportuar aktivitetet publike të fushatës për Shqipërinë, e cila do të zgjasë 9 javë, ku fokusi i kësaj jave është tek ekonomia. Integrimi ishte sërish temë diskutimit në grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Porosia kryesore e Ramës ishte miratimi i ligjeve që janë në përputhje me kriteret e vendosura nga Unioni. Burime nga PS pohuan se gjatë takimit pati dhe debate të brendshme. Megjithatë nuk janë bërë të ditura me shumë detaje. Vetëm 1 javë më parë, Rama mblodhi grupin socialist në Pallatin e Brigadave, ku njoftoi dhe nisjen e turit për Shqipërinë, ndërsa deputeti Erion Braçe shprehu ambicien për të kandiduar për Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet e ardhshme lokale.